ishte e pashmangshme ajo që ndodhi pas rënjes së sistemit socialist, shpërbërjes së Jugosllavisë, përpjekjes me mjete paqësore me zgjidhë problemin e Kosovës dhe më kujtohet sepse jam në vllane kam pas kushtar dhe tash më kujtohen për shembull ato celulat e para kur filluan atje në zonën e Shalës, komunën e Bështërës. Ne si të ri, jo ndoshta që nuk hynëm në shtar, po kishim, po them kushtimisht frikë me shiku se mos po na marrin policia dhe më na thonë kush kanë. Dhe më ishte një guxim shumë i madh i këtyre djemve që sepse këta kanë pas familje, kanë pas vëllezër, motra, prind, fëmijë dhe ju gjenerata e re që nuk e marrin mend ose që keni lindur pas lufte, nuk u konë lehtë një ushtar më identifiku edhe ai familjen e ka pas aty, sepse ka qenë një ushtri shumë i madh, një makineri shumë i madh, një guxim shumë i madh, një vullnet shumë i madh, me thënë që ne nuk kemi rrugë tjetër përveç të fillojmë luftën. Prandaj unë e vlerësoj edhe çmoj këtë revolucionin e madh që e ka bërë jashtënorë e Kosovës, po çka më ka lënë përshtypje se më ka befasu pak që gjatë luftës ose para luftës se kisha menduar që do ndodhë, që i kam blerë pak statistika që më shumë janë dënuar fatkeqësisht ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, prej 74 nëse s'gaboj, 40 janë ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës e 34 serbë. Kriminal serbë. Kjo çka nënkupton? Kjo nënkupton që është bën një padrejtësi, një gjuhje shtrike shumë e madhe, edhe si ka mundësi, për shembull, po vinë nga komuna e Vështrës, prej rreth 700 vramëve, rreth 8 masakra, 6 një ndër të mëdha masakra studim ose nëse dhe më, të dënohet vetëm një kriminal serb që ka qenë Zoran Vukotić, që tash është Zoran Vukotić. Prandaj po them përveç këtyre halleve deteve që është bërë shumë e padrejtë në raport me inkuadrimin në jetën sociale, në jetën e përditshme mas lufte, është bërë përpjekje që është e papranueshme kjo me një los që unë personalisht kur nuk do të pranoj dhe do ta çmoj deri në ditën e fundit revolucionin, kthesën e madhe që e ka bën 28 nëntori 1997 kur publikisht ka dalë ushtria shqiptare e Kosovës, kur e mbajnë mend Daud Haradinaj, një djalë 16-17 pa maskë në një rrethana të tilla, edhe kur e lexon Recep Selimi atë deklaratën e famshme, ka qenë kthesë e madhe. Domethënë ju dha popullit edhe neve si studentë që ishim shpresë për liri që ka njerëz, ka djemë këtij vendi që ja kthejnë pushkën regjimit serb, sepse ka qenë një regjim apartheidi, ku gjithçka në Kosovë ishte okupuar, e paralizuar. Prandaj unë ju falenderoj shumë gjithë ushtarëve dhe ju që jeni këtu, për një kthesë dhe një revolucion kaq të madh që keni bërë, që ka qenë, më të them, si me thonë, suksesi më i madh, sepse ka pas edhe në kaluarën, por kjo që arriti dhe ta kthejë Aleancën e NATO-s